Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti të njëjtën e 16 prillit në një takim në ambientet e Kuvendit ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato. Në një postim në rrjetet sociale, Peleshi ka ndarë pamje nga takimi ndërsa njofton edhe nisjen e një projekti 3 vjeçar BE për demokracinë, që synon përmirësimin e veprimtarisë parlamentare. Në kuvend me ambasadorin e BE-s Silvio Gonzato, përfaqësuesen e zyrës rajonale të Parlamentit Evropian në Tiranë, Tatjana Mrazikova dhe ekipin Idea Plus 7, për shpejtimi i anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, po mbështetet edhe nga rritja e bashkëpunimit të kuvendit me Parlamentin Evropian dhe programet e BE-s, shkruan Peleshi. Fillimi i projektit 3 vjeçar BE për demokracinë, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Idea Plus 7, do të kontribuojë në rritjen e kapaciteteve të administratës së kuvendit, për fuqizimin e kontrollit parlamentar dhe modernizimin e shërbimeve parlamentare.